Shikues të nderuar, Talpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Frutat dhe perimet, si dhe në produktet e blegtorisë, kanë shënuar rritjen më të madhe të çmimeve për gjatë 3 muajve të këtij viti, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Një listë e Instat me çmimet mesatare të madrave kryesore të shportës tregon se për gjatë muajit shkurt të këtij viti ka patur një rritje të ndjeshme të çmimeve, kryesisht për mollet dhe vezët, të cilët kanë kryesuar listën e rritjes së çmimeve. Frutat, perimet dhe në produktet e blegtorisë ka shënuar rritjen më të madhe të çmimeve në shkurt 2026, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Një listë e Instat me çmimet mesatare të madrave kryesore të shportës tregojnë se për gjatë muajit shkurt të këtij viti, mollet dhe vezët kryesojnë listën e rritjes me përkatësisht 18.5% dhe 16.7%. Ky shtrejtim reflektohet qartë në vlerat nominale ku 1 kg moll kushtoi mesatarisht 138.5 lekë në shkurt, ndërsa vezët kanë pësuar një rritje prej 3.7 lekësh, duke arritur nivelin 25.8 lekë për kokër. Në këtë trend rritës janë përfshirë dhe produktet e tjera të freskëta si limonët, duke u rritur me mbi 163 lekë, kastravecët dhe domatet, duke e bërë segmentin e zarzavateve dhe frutave një nga kontribuesit kryesor në rritjen e kostos së jetesës për gjatë kësaj periudhe. Edhe produktet bazë si kripa dhe kafeja e bluar nuk i kanë shpëtuar kësaj vale, duke u rritur me mbi 9%. 100 gram kafe e bluar u shit me 155.8 lekë në shkurt të 2026-s nga 142.3 lekë që ishte në 2025-ën. Por presioni mbi shportën e konsumit të familjes gjeti frymarrje në rënien e çmimeve në një seri tjetër të ushqimeve. Të dhënat zyrtare tregojnë se sheqeri kryeson listën që është ulur, kurse patatja ka rënë me 22.2 lekë, duke u bërë një nga artikujt më të aksesueshëm të stinës. Ndërkohë, sektori i karburanteve dhe energjisë ka qëndruar stabil në muajin shkurt përpara se të niste lufta në Iran. Teksa vendet e tjera në Europë kanë marrë masa lehtësuese për të mbrojtur konsumatorët nëpërmjet lehtësimeve fiskale, Shqipëria ende nuk ka një paketë të tillë, edhe pse Banka e Shqipërisë ka lajmëruar se lufta në Iran do të kishte efekte të ngjashme me luftën në Ukrainë në tregje. Ndërkaq, Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit Elina Ibrahimaj ka thënë se është në dieni që ka patur një rritje të ndjeshme të frutave dhe perimeve, por gjithashtu ka theksuar se kjo rritje nuk do të prekë të gjithë produktet e shportës. Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Elina Ibrahimaj tha se është në dieni që ka patur një rritje të ndjeshme të fruta perimeve, ndërsa ka theksuar se kjo rritje nuk është në të gjitha produktet e shportës. Që nga mesi muajit mars kemi parë rritje të çmimeve të frutave dhe perimeve, por që prej fillimit të krizës kemi monitoruar çmimet. Rritja ka ndodhur vetëm në kategorinë e perimeve, dhe të gjitha kategoritë e tjera të ushqimeve nuk kanë reflektuar në rritje, thotë kjo e fundit. Ndërsa garantoi publikun që ky shqetësim monitorohet në mënyrë të vazhdueshme dhe diskutohet në çdo mbledhje të Këshillit të Ministrave, pasi do të kujdesemi të subvencionojmë të gjitha shtresat e nevojë me të ardhurat të ulta që nuk mund të përballojnë rritjen e çmimeve. Garantojmë që pasojat e luftës do të kenë ndikim minimal në ekonominë shqiptare dhe në shtresat që nuk mund të përballojnë rritjen e çmimeve, ka thënë ajo. Gjithashtu nënvizoi se po monitorohen çmimet me bazë ditore, duke shtuar se nuk ka patur rritje të produkteve të shportës. Kemi informacion se vetëm kategoria e karburanteve ka pësuar një rritje dhe jo produktet e shportës. Inflacioni në muajin mars ka shënuar nivelin 2.6% që është një nivel të kontrolluar ende. Gjatë fjalës së saj, ministra Ibrahima theksoi se qëllimi i bordit është që çmimet mos të rriten në mënyrë spekulative. Mëtej ajo tha se qeveria nuk ka ndërmend të ulë taksën e qarkullimit, por ai që konsumon më shumë karburant bën më shumë konsum dhe do të paguajë më shumë. Do të reduktojmë aksizën me 20% sa herë që çmimi shkon mbi 220 lekë, ka thënë Ibrahimaj. Gjatë 3 muajve të parë të vitit 2026, 92.918 vizitorë vendas dhe të huaj kanë vizituar institucionet dhe qendrat kulturore në Shqipëri, me një rritje me gati 81% krahasuar me vitin 2023. Gjatë 3 muajve të parë të vitit 2026, 92.918 vizitorë vendas dhe të huaj kanë vizituar institucionet dhe qendrat kulturore në Shqipëri, me një rritje prej rreth 81% krahasuar me vitin 2023, ku nga këto 39.338 kanë vizituar muzet kombëtar, 53.580 kanë shkuar në parqet arkeologjike, kaladh dhe monumente, ku 5 sitet më të vizituara janë Parku Arkeologjik i Kalas Shkodër me 16.309 vizitor, Muzeu Kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Krujë me 14.924 vizitor, Kalaja e Gjirokastrës me 13.460 vizitor,
Parku Kombëtar i Butrintit me 9160 vizitorë, si edhe Muzeu Kombëtar i Përgjimeve Shtëpia me Gjethe me 8957 vizitorë. Jemi në këto momente me zhvillimet kryesore nga vendi. Bordi i Transparencës ka publikuar vendimin më të fundit për çmimet e karburanteve në vend, duke reflektuar rritje të re të kostos për konsumatorët. Pas një ulje të përkohshme 2 ditë më parë, nafta ka ndryshuar sërish drejtim. Nga 210 lekë për litër do të tregtohet tashmë me një çmim maksimal prej 217 lekë litri në shitje me pakicë. Në tregun me shumicë, çmimi nuk duhet të kalojë 205 lekë për litër. Ndërkohë, benzina është përsektuar të shitet me një çmim maksimal për 176 lekë për litër për konsumatorët, ndërsa për shitjet me shumicë kufiri është vendosur në 164 lekë për litër. Vendimi i bordit hyri në fuqi të premten, më 10 prill 2026 në orën 18:00 dhe do të mbetet në fuqi deri në një njoftim të ri, i cili pritet të pasqyrojë zhvillimet e mëtejshme në tregun e hidrokarbureve. Autoritetet u bën thirrje gjithë operatorëve të tregut të zbatojnë me përpikmëri çmimet e vendosura. Çdo shkelje do të shoqërohet me masa ndëshkuese deri në pezullimin e aktivitetit për subjektet që nuk respektojnë vendimin. Institucionet përgjegjëse theksojnë se mbeten të angazhuara për të mbrojtur interesat e qytetarëve dhe për të garantuar konkurrencë të ndershme në treg. Gjykata e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ka shtuar seancën për dosjen Buka në ngarkim të ish-zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj. Shkak për shtyrjen e seancës është bërë mungesa e avokatit, ndërsa e radhës do të mbahet më 27 prill. Biznesmeni Lirin Fezollari ishte dëshmitari i parë që shkoi në gjykatën e posaçme, por do të paraqitet tashmë në seancën e radhës. Ish-zëvendës kryeministri Ahmetaj akuzohet nga SPAK se ka shpërdoruar detyrën duke favorizuar privatizimin nga ky biznesmen të shoqërisë Buka S.A. ku tashmë ndodhet kompleksi Emerald te rruga 5 Maj në Tiranë në zonën e Medreses. Ahmetaj akuzohet se ka shkaktuar dëm 7 miliard lekë për familjen Myrderizi, e cila ka fituar procese gjyqësore. Sipas akuzës, Ahmetaj në cilësinë e ish-ministrit të financave ka vendosur privatizimin edhe në pronën e familjes Myrderizi. Është ngritur kështu një kompleks pallatesh. Ish-kryetari i Bashkisë së New Yorkut, Eric Adams, është pajisur me shtetësi shqiptare, duke konfirmuar një zhvillim që ka tërhequr vëmendje si në Shqipëri, ashtu edhe në SBA. Vendimi është marrë përmes një dekreti të posaçëm nga presidenti Bajram Begaj, duke i hapur rrugën Adams të marrë edhe pasaportën shqiptare. Sipas raportimeve, shtetësia nuk është dhënë përmes procedurave të zakonshme të naturalizimit, por me kërkesë të vet Adams dhe në kuadër të një vendimi të veçantë institucional. Burime të ndryshme përshkruajnë televizje si një formë shtetësie me karakter më tepër simbolik apo nderi, e lidhur me marrëdhëniet e tij me komunitetin shqiptaro-amerikan dhe vizitat e tij të mëparshme në Shqipëri. Ky zhvillim ka ngjallur diskutime në opinionin publik, pasi gjatë një vizite të fundit në vendin ton, Adams ka thënë: New Yorku është Shqipëria e Amerikës. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.